Përfundimi i punimeve nëntoksore për rrjetin e ri të ujrave të bardha dhe të zeza në qytetin e Lezhës i ka hapur rrugë asfaltimit të rrugëve të cilat ishin kthyer në shqetësim për lëvizjen e automjeteve dhe këmbësorëve. Puna ka nisur në bulevardin Gjergj Fishta dhe do shtrihet në të gjitha segmentet e prekura nga ndërhyrjet infrastrukturore. Kryetari i Bashkisë Lezhë Pierin Dreu tha se në këtë fazë po aplikohet shtresa para asfaltit me qëllim krijimin e lehtësive në qarkullim gjatë sezonit veror. Më pas do të vijojë asfaltimi i plot dhe dizenjimi i të gjithë qytetit, duke dhënë Lezhës një pamje të re. Siç e shikoni pas asaj rrëmuje normalisht që ka të bëjë me investimin e ujrave të bardha dhe ujrave të zeza, tani kemi filluar asfaltimin. Do procedohet në gjithë qytetin me një shtres për të kriju kushtet e nevojshme të lëvizjes për sezonin turistik. Pastaj do vinë shtresat e tjera, të cilat do ta konfigurojnë të gjithë sistemin e rrugëve të asfaltuara të qytetit në një histori tjetër. Ju kërkoj shumë ndjes për gjithë këtë rrëmuj pune, por ne nuk kishim se si e bëshim ndryshe. Është një investim për 16 milion euro që ka të bëje me sistemin e kanaleve të ujrave të zeza dhe të bardha, ka të bëje me ujësietsin e Shëngjinit, Goca e Kakarriq dhe të Lagjës Nën Tereza, të cilët kanë mbaru. Është një ndër gjërat më të rëndësishme që kanë ndodhur këtij qyteti dhe ky qytet nuk mund të bëhej pa këto. Normalisht edhe kur rregullon shtëpinë, bëhet rrëmuj, bëhet e bezishme, por në fundit rregullon diçka. Sot jemi me realitetin ndryshe për t'ju thënë qytetarëve që ne nuk e kemi lënë rrugë asnjëherë, nuk do t'u lëmë dhe do vazhdojmë të punojmë. Disa shqetësohen nga puna, nuk shqetësohen nga mos puna. Ne kemi zgjedhur me punu. Qyteti do të fillojë të përjetojë një tjetër histori. Një histori e cila na ka mungu, që ka të bëjë me përmbytjet, ka të bëjë me ujrat e zeza, ka të bëjë me cilësinë e rrugëve. Pjesa më e madhe e rrugëve të qytetit u dëmtuan nga zbatimi i projektit për ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të bardha dhe të zeza. Investimi pritet të japë zgjidhje përfundimtare problemit të përmbytjeve, një nga shqetësimet kryesore të Lezhës ndër vite.